Alba, e di që ky shkrim vjen vonë dhe ndoshta nuk rregullon asgjë, por e ndjej të nevojshme ta them gjithçka ashtu siç ka qenë, pa prerje, pa justifikime dhe pa fjalë të zbukuruara. Nuk po shkruaj për t'u larë nga faji, por sepse më ke merituar gjithmonë të vërtetën, edhe kur unë nuk kam pasur guximin ta them në kohë. Marrëdhënia jonë nuk u prish brenda një dite. Ajo u lodh gradualisht, mes keqkuptimeve, heshtjeve të gjata, pritshmërive që nuk po i përmbushnim më dhe ndjesisë që po largoheshim emocionalisht edhe pse ishim ende bashkë. Kishte dashuri, por kishte edhe shumë peshë që nuk po dinim si ta mbanim. Në vend që të flisja hapur me ty, unë shpesh zgjodha të heshtë. Të shtyja gjërat dhe të shpresoja se do rregulloheshin vetë. Kjo është gabimi im më i madh. Sepse heshtja ime të la ty të mendosh se gjithçka ishte në rregull, ndërsa unë brenda vetes po shkputesha gjithnjë e më shumë. Nuk pata forcën ta pranoja në kohë që po humbisja qartësinë për ne dhe që po kisha frikë nga e ardhmja jonë bashkë. Lidhja me Dolcën nuk ka nisur si tradhti apo si plan për të zëvendësuar ty, ajo erdhi në një moment kur unë tashmë isha emocionalisht i larguar, i hutuar dhe i pavendosur. Kjo nuk e bën situatën më të drejtë, por është e vërteta. Në vend që ta mbyllja marrëdhënien tonë siç duhej dhe me respekt, unë lejova që një prani tjetër të hyjë në jetën time. Duke e bërë gjithçka më të dhimbshme për ty, e pranoj që mënyra si u zhvilluan gjërat ka qenë e padrejtë për ty edhe nëse ndarja jonë nuk u shkaktua direkt nga Dolca. Fakti që ajo u shfaq para se unë të isha plotësisht i sinqert me ty është një gabim që do ta mbaj mbi vete. Nuk kam dashur të lëndoj, por veprimet e mia e kanë bërë pikërisht këtë. Nuk ka pasur mungesë vlerësimi për ty, përkundrazi. Ti ke qenë një njeri që më ka dhënë shumë, më ka duruar, më ka dashur dhe më ka qëndruar pranë edhe kur unë isha i shpërqendruar dhe i paqartë. Pikërisht për këtë më dhem më shumë fakti që nuk pata forcën të jemi drejt deri në fund. Ky shkrim nuk është për të kërkuar kthim, as për të bindur për asgjë. Është vetëm për të dhënë qartësi, sepse e di sa e rëndë është të mbetesh me pyetje pa përgjigje. Ndarja jonë erdhi nga probleme të thella mes nesh, por mënyra si unë e menaxhova atë situatë ka qenë e gabuar dhe për këtë kërkoj falje. Më vjen keq për dhimbjen, për konfuzionin dhe për peshën emocionale që të kam lënë. Kjo është e vërteta ime, pa filtra dhe pa mbrojtje.